Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë, kam nderin dhe kënaqësinë të kem studio mikun e emisionit, avokatin Gylsen Shlima. Avokat, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Sot do të flasim për të drejtën e parablerjes. Parablerjes. E drejta e parablerjes është një drejtë që kanë bashkëpronarët, ku të gjithë janë pjesëtarë të një pasurie të paluajtshme dhe ata sigurisht duhet të respektojnë rregullat e nenit 200 të Kodit Civil, të cilët kanë të drejtat dhe detyrimet. Por është edhe një e drejtë, po unë do të quaj paralelisht edhe një detyrim që personat që duan të shesin pjesën e tyre takuese të bashkëpronësisë duhet patjetër të informojnë palën kundërshtar ose palën që janë në bashkëpronësi, që nuk mund mos të jenë kundërshtar, po për shkak të kundërshtisë për shitjen e pronës mund të mos bien dakord. Dhe e drejta e parablerjes është një drejtë e cila e gëzon çdo bashkëpronar, i cili mund ta blejë ai në jo dikush tjetër që është i tretë. Pra, nëse një pronë ka disa bashkëpronarë dhe njëri prej tyre do të shesi pjesën e tij, duhet fillimisht të pyesi, fillimisht duhet të njoftoj palën tjetër pa bashkëpronarët të tjerë, në rast se ata duan ta blejnë në të njëjtën çmim, të njëjtën vlerë pronën, dhe në rast se ata brenda 3 muajve nuk japin ndonjë përgjigje ose nuk duan të bëjnë këtë shitblerje, atëherë personi ka të drejtë të bëj tjetërsimin e pronës. Vlera përcaktohet nga pronari i pjesës. Bashkëpronari i ri do marrë pozicionin e bashkëpronarit të vjetër. Tani, për ata që duan të blejnë pronën, janë të detyruar ta blejnë me çmimin që përcakton shitësi, pra nuk ka ndonjë favor në këtë pjesë? Jo, s'ka favor, është sipas çmimit të tregut dhe do bëhet veprim juridik ashtu siç e normal ligji tek noterja. Pra, ka vetëm të drejtën që ta blej me çmimin që është përcaktuar nga pronari, nga bashkëpronari. Nuk ka lidhje me çmim, ka lidhje që personi bën njoftimin. Nuk ka rëndësi çmimi, a është 100 euro apo 10 euro. Nuk ka fare vlerë kjo. Por ajo që vetë ligji ka përcaktuar se një ndër aplikime që duhet bëjnë bashkëpronarët është që duhet të njoftoj dhe bashkëpronarët e tjerë që kjo pjesë e pasurisë do të tjetërsohet nga ana ime. Tani bashkëpronari i ri që do vi, do të jetë ai i cili do ta marrë me kosto sipas tregut. Pra mund të jetë 1 euro, mund të jetë 10 euro, mund të jetë 100 euro, varet. Po vlerën e përcakton vetë bashkëpronari. Nuk merr mendimin e personave të tjerë. Ka pasur problematika të tilla, ka raste që shkojnë në gjyqje dhe ku çendojnë kryesisht? Shiko, tek pjesëtimi pasurisë, sepse dikush do të thotë që ky nen aplikohet pjesërisht. Jo, ky nen për mendimin tim aplikohet tërësisht, që do të thotë duhet çdo bashkëpronar, kur ka cilësinë e bashkëpronarit, të aplikojë nenin 204. Pse duhet ta aplikojë? Sepse ka prona të cilët mund t'i ushtrohet pjesëtimi pasurisë. Ka prona të cilët mund të marrësh vetëm vlerën e tyre dhe të bëhet pjesëtimi pasurisë, po jo pjesëtimi fizik i tyre. Por, duke që në këto kushte, gjithmonë duhet ky nen të aplikohet patjetër për çdo pronë, për mendimin tim. Ky është mendimi im. Tani dikush tjetër mund të ketë një mendim tjetër. Shumë mirë presim ta dëgjojmë në rast se ka mendim tjetër. Por kështu veprohet për të vajtur ashtu siç duhet tek zgjidhja e problemit. Në rast se dikush nuk don të veproj kështu, atëherë do kemi mosmarrveshje dhe persona do ta zgjidhin nëpërmjet gjykatës. Ashtu siç ndodh shpeshherë tek gjykata. Por, të jemi realist, për shkak se nuk është aplikuar tek ky nen të shumicën e rasteve nga 1996, 97, 98 në vazhdim edhe është aplikuar pjesërisht, kemi në gjykata kërkesa për pavarësishmëri veprimesh juridike të cilët nuk janë bërë ashtu siç e parashikon ligji e drejtë e parablerjes. Tani dikush do të thotë pa marrë pa marrë përqimin e të tjerëve. Tani dikush mund të thotë që po kjo ndodh sepse nuk don një bashkëpronar ta përdori këtë edhe nuk është detyruese. Dikush mund të thotë është detyruese dhe duhet ta përdor. Tani, po ta marrim që është detyruese, duhet tek pasuritë të cilët kanë të bëjnë edhe është e mundshme që të bëhet pjesëtimi pasurisë siç janë tokat. Pra, secilit ketë pjesën e tij të bëhet përpara pjesëtimit pasurisë dhe pastaj të vijojmë me shitblerjen apo me tjetërsimin e pronës kur do t'i zhvishet nga bashkëpronësia. Tani, në rastet kur jepet një tokë për zhvillim, për shembull, ka një tokë që janë disa familjarë
të cilët duan të japin tokën e tyre për zhvillim dhe prona është e ndarë në mënyrë proporcionale mes gjithë anëtarëve. Ka disa bashkëpronarë. Në rast se një prej bashkëpronarëve nuk është dakord, mund të merret miratimi për zhvillimin e pronës për pjesën tjetër? Tani, nëse nuk është ndarë, pra, po thjesht familjarët e dinë që kjo është për shembull e kam ndarë unë, e kam marrë unë. Jo, kemi të njohura dy veprime juridike që kryen. Një e ndajnë gjykata, dy e ndajnë palët kur kanë marrëveshje tek noteri. Në rast se jemi të rasti juaj, do të shkojmë te gjykata dhe gjykata të jetë ajo e cila në fund fare do të ushtrojë pjesëtimin e pasurisë në proces. Nëse kontrata është edhe kontrata nuk do të bëj kontratë dikush në këto kushte që jemi sot, se përpara ka ndodhur kontrata të paimagjinoshme, kontrata të cilët s'kishin fare vlerë juridike dhe prandaj sot jemi me dosje të shumta nëpër gjykata. Në rast se do të jemi te kontrata sipërmarrjes, po nuk mbaroj me gjithë fushën që do të bëhet ndërtimi i objektit, nuk mund të bëhet asnjë veprim nga vetë sipërmarrësi që është kompania ndërtuese. Në kushtet që jemi sot, në kushtet e mëparshme mund të bënte çfarë të doni ju. Marr shkas nga një denoncim që është bërë disa kohë më parë në koha për të zgjuar, ku një qytetar kishte dhënë miratimin e tij, edhe pse ishte në një ambient, në një tokë e cila kishte edhe të bashkëpronarë të tjerë, ishin diku te 7 bashkëpronarë, miratimi ishte dhënë vetëm për 3, dhe kishin bërë një kontratë me sipërmarrësin për dhënien e tokës për ndërtim. Po, tani edhe në mund këtë bëj rast një kontratë kontrata është e vlefshme apo si veprohet, sepse po se lexuam nuk mund ta dim a është e vlefshme apo jo, sepse duhet të parë origjina e pronës, nga vjen prona, me trashëgimi. Ajo është mendimi juaj. Mund të ketë pasur edhe komshit të cilët nuk kanë kufizuar kufit akoma, se prona nuk është vetëm një ndërtesë, mund të jetë një truall, mund të jetë një tokë, e cila ata mund ta kenë ndryshuar, ta kenë bërë pastaj truall, pastaj ndërtesë, po të kenë bërë çdo lloj mënyrash të tjera mbi objektin. Prandaj duhet të parë çfarë është origjina e pronës, si është përfituar, a ka bashkëpronar të tjerë, a ka pronar të tjerë më parshëm, a është prona e cila është e bllokuar, ja ka shumë gjëra të cilat duhet verifikohet derisa përpara se shkojmë të bëjmë një kontratë sipërmarrje. Kontratat sipërmarrje më përpara ku kuadri legislativ i ndërtimit nuk ka qenë shumë i qartë, çdo njeri edhe unë sot mund të bën në atë kohë, që mos themi datë, po para disa vitesh mund të bën çfarë do lloj sipërmarrje. Edhe në 2014, edhe 2012, edhe 2013 mund të bënim kontrata. Edhe sot mund të bëjmë një kontratë sipërmarrje, s'na ndalon dikush të bëjmë kontratë sipërmarrje. S'është ndaluar. Shko te noteri e bën kontratën. Përgjegjësia është e jotja. Pra, shteti nuk mund të vitë marrë rolin tënd ku ti je në një treg privat dhe ti bjen dakord me një palë tjetër. Shteti vjet thjesht kanë vetëm këtë për detyrë. Dhe ana legislative që normohet në parlament është kjo. Unë po të jap kuadrin ligjor. Ky është kuadri ligjor. Po e ka përseve kuadrin ligjor, fajin e ke ti, se kam unë, se unë e kam bërë detyrën time. Sepse të gjithë them ku është shteti. Jam dakord ku është shteti, po nuk ke funksion, pra kur noteri gabon, bëhet palë me sipërmarrësin, kur sipërmarrësi abuzon, edhe shteti, prokuroria nuk e arreston që t'i bëj procedim penal në rast se mashtron njerëzit me pronën e tyre. Pra, është një allë tjetër që përfshihet që të parandalohet rasti i mashtrimit me kontratë sipërmarrje. Por, në rast se njerëzit duan të bëjnë edhe të gënjejnë në çdo moment nga një sipërmarrës, mund edhe nesër dhe sot shkojnë të firmosin, edhe du të keni parasysh diçka, sipërmarrja nuk e përcaktojnë qartë as i ligji që këto janë nenet. Nenet i përcakton se cila palë që nënshkruar në kontratën e sipërmarrjes, kontratën e porosisë. Pra, nuk do të thotë që është person investitori, është mbi palët. Janë palë të barabartë, të cilët se cila palë ka detyrime dhe të drejta dhe të palët duhet të tek noteri të harton atë interesin e tyre tek një nen. Nuk është a priori që shiko noteri e vendos vetë dispozitat përkatëse për të gjitha kontratat njësoj. Jo, nuk është njësoj. Se qytetarët atë mendojnë se ai që është ndërtuesi ka më shumë të drejta mbi pasurinë e çdo qytetarit. Jo, nuk është e vërtetë. Ka qytetarë të cilët dehen nga mashtrimi, tani çfarë të bëj unë? Edhe një pyetje kam avokat. Në rastet kur kontrata e lidhur mes palëve është e pavlefshme. Shkon në gjendje fidestare, sikur nuk kanë qenë asnjëherë. Tani duhet ta përcaktoj gjykata pavlefshmërinë e kontratës? Bravo. Pavarësisht se ajo mund të jetë lidhur për shembull në rastin që mora unë, që 3 antar të familjes kanë firmosur kontratë
edhe për të tjerët, pa e dhënë autorizimin të tjerët. Është pavlefshme automatikisht, sepse duhet keni parasysh diçka, tek pavlefshmëria absolute do merremi, se është më e rëndësishme kjo, edhe ajo relative, po relative në një moment tjetër, tek pavlefshmëria absolute është kur shkon në kundërshtim me ligjin, që do të thotë një person nuk mund të marrë atributet e tjetrit pa dhënë autorizimin me shkrim apo me gojë sipas procedurës. Po edhe këtë e përcakton, pra edhe në këtë rast duhet shkojë kontrata në gjykat? Patjetër, pavlefshmëria e një kontrate absolute dhe relative nuk konstatohet as tek noteri, as tek avokati, as tek sekseriet e asnjë tjetër, vetëm tek ku? Te gjykata. Gjykata ka atributet për të përcaktuar, edhe te prokuroria, sepse shumë qytetarë mendojnë që duhet të shkojmë në prokurori të gjejmë falsitetin dhe prokuroria duhet të deklarojë vetë prokuroria pavlefshmërinë e aktit. Jo. Mund të kemi edhe një procedim penal mbi aktin, por akti duhet marrë, duhet dërguar në gjykatën civile ose administrative, se kanë edhe raste që janë edhe kontrata administrative, të cilat duhet gjykata që ka autoritetin gjyqësor të i shpalli ato të pavlefshme. Në rast se nuk shpallet të pavlefshme, kontrata ka fuqi ligjore. Por në rast se shpallet të pavlefshme, dhe kur e kemi bërë kontratën ne, për shembull, e kemi bërë në 2001-shin. Nga momenti kur ne kemi nënshkruar kontratën, është e pavlefshme të gjitha ato veprime juridike që mund të kemi bërë pas 2001-shin ose në vazhdim. Edhe sikur ta kemi shitur pronën, do të thotë që paditësi ka një rol të vështirë që duhet kërkoj të rikthehen të gjitha aktet të tjera nga fillimi dhe të shpallen të pavlefshme, sepse vjen si burim të një kontrate që është shpallur pavlefshme nga gjykata. Pra, në momenti kur është shpallur kontrata fillestare pavlefshme, çdo veprim juridik është i cenueshëm edhe për të tjerë, pavarësisht kishin dieni apo nuk kishin dieni të një fakti të tillë që përbën pavlefshmëria absolute të kontratës. Gjykatat civile, ti jap edhe informacion, kanë shumë raste të tilla. Do të thënë më shumë janë këto raste se sa raste të tjera. Shumë faleminderit për shpjegimet, avokat. Do të presim telefonata në studio nga qytetarët, por paraprakisht kam një pyetje nga një zonjë që telefonoi më herët, e cila kishte bërë një marrëveshje nëpërmjet ndërmjetësimit, nëpërmjet ndërmjetëses të autorizuar nga Ministria e Drejtësisë, dhe kishin rënë dakord me palën tjetër për të dhënë një pagesë e cila ishte marrë pa drejtë dhe palët kishin zgjedhur që ta zgjidhin nëpërmjet ndërmjetësit. Tani ndonin që ta regjistronin marrëveshjen në gjykatë dhe gjykata t'i jepte urdhrin e ekzekutimit për marrjen e parave që kishin rënë dakord palët për t'u kthyer njërës prej tyre. Prej muajsh, thoshte zonja, nuk është dhënë urdhri i ekzekutimit nga gjykata. Si veprohet në këto raste? Urdhri jepet, sepse gjyqtari ka qenë në seancë gjyqësore dhe aty gjetën gjuhën e pajtimit, apo thjesht vetë shkuan. Ose shkoj vetë e ndërmjetësuesi. Shkoj vetë, do presi procedurën derisa të dalë vendimari. Po është një vendimari shumë e shpejtë, nuk e kuptoj sepse është vonuar. Sipas saj, pala tjetër ishte penduar për veprimin dhe kishte marrë avokat për të apeluar atë marrëveshje. Okej, atëherë është gjë tjetër, domethënë do presi procedurat. Pavarësisht se kanë bërë një marrëveshje paraprake bashkë. Secila nga palët në çdo moment, para se të bëhet nënshkrimi i atij veprimit, mund edhe të prishë procedurën. Po e kishin bërë pra nënshkrim? Le ta ketë bërë. Po thjesht mos do të ketë dalë vendim gjyqësor i cili ka të bëjë me vendimi, po mos do të jetë vendimi i ekzekutueshëm. Në rast se është i ekzekutueshëm, personi sapo merr dijenin mund ta ankimojnë vendimin e që është i ekzekutueshëm për sa i përket pjesës së ndërmjetësimit. Po ndërmjetësimi për mendimin tim ka një pozitivitet, po ne nuk kemi kulturën për ta aplikuar. Pra është si rast konkret, u bën ndërmjetësimi, të nesër personi ndryshoi mendja. Pra nuk kemi kulturën juridike të pranojmë disa rrugëzidhje përtej gjykatës. Duam detyrimisht të jemi në gjykatë. Unë them që gjykata është ajo që vendos dhe për mua te gjykata duhet të shkojmë. Por për shkak se janë edhe këto institucione të tjera të cilët janë hapur për këtë qëllim, dhe mos gaboj duhet të jetë një model gjerman ky i ndërmjetësimit, duhet qytetarët të zgjedhin në këtë rrugë, pse të zgjedhin gjithmonë rrugën e pritjes. Edhe pastaj mos na thënë që u lodhëm edhe për demokraci shumë jemi lodhur edhe për shumë për drejtësi, jemi lodhur për gjithçka këtu në këtë vend. Qytetari duhet të lodhet sepse kjo është jeta, kështu duhet të luftojmë, duke u lodhur. Imagjinon të kishim gjitha gati. Do ishim ne sot këtu, jo. Qartë. Mirë, faleminderit shumë për shpjegimet, avokat. Presim telefonatën e parë në studio për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urime për emisionin.
Faleminderit zotëri. Përshëndetje, televizionit tuaj, përshëndetje avokatit. Dhe shumë i saktë dhe shumë korrekt avokati, më pëlqen fakt. Unë kam një problemin tim, kam një çështje që u bë që në 2019 kërkoj një mbas sigurie. E nisa tek gjykata administrative. Gjykata administrative ja kaloi për kompetencë gjykatës së rrethit. Për një mbas sigurie. Dhe unë me sa di avokati e di. Sigurim pa dije ke kërkuar. Marr kjo mbas sigurie. Dhe nëse Sigurim pa dije ke sigurie. Është shumë i lartë zëri apo çfarë? Ka dhe prona dhe shmanget dhe problematikat e ndryshme me fjalë. Atë shteti, as institucion nuk kanë probleme, se në momentin që merret një mbas sigurie, patët janë të detyruar të paraqiten gjykat. Një sekond, mos të japim keq informim tek qytetarët. Ju keni kërkuar sigurim pa dije të gjykata administrative apo të gjykata civile? Vetëm rriteni pak kufjen se nuk gjejmë fare. Më quan të gjykata e shkallës parë dhe janë 4 gjyqtarë që e majnë çështjen nga një vit dhe dorëzojnë çështjen. A kupton se çfarë ndodh në Shqipëri apo jo? To është një tmerr pafund. Të garabitet prona nga institucionet dhe unë tash nuk ja vej fajin kriminalit, po ja vej fajin institucionet. Janë institucionet ato që bëjnë krimin këtu në Shqipëri. Edhe një herë, ti ndajmë institucionet se edhe unë dakord me ju jam, edhe unë kështu do doja të thoja gjithmonë dhe jam dakord se po, jam dakord me ju që institucionet kanë gabim për shkak të njerëz të paaftë që vendosin për shkak partie dhe vote. Por ajo që unë po ju them është kjo, keni kërkuar sigurim pa dije. Te cila gjykatë keni kërkuar fillimisht, tek administrative apo civile, se nuk po një gjëja. Administrative e kërkova. Atëherë, sigurimi pa disë, pas praktikës së gjykatës së ligjit, e përcakton qartësi që sigurimi pa disë duhet të shqyrtohet sa më parë nga gjykata, pra civilja ose administrative, mos të bëhet ajo loja e mos kompetencës, është gabim, sepse vendimi gjyqësor ka vlerë për të parandaluar për rastin e sigurimit pa disë. Sigurimi pa disë në Republikën e Shqipërisë në 95-97% nuk e di pse ka normuar, nuk aplikohet, sidomos në administrative bëhet name, nuk aplikohet fare. Gjyqtarët tanë janë thjesht ata të cilët kryeministri me të drejtë, sepse ai ka thënë që ai ka vendosur në atë pozicion, i ka goditur, pra i ka kritikuar, dhe unë i kritikoj sepse gjyqtarët nuk janë ban të japin sigurim pa dije. Është gabim kjo që bën gjyqtarët dhe për shkak se kemi konflikte me vrasje dhe këto gjërat, unë dua të them që sigurim pa disë është për të parandaluar veprimet të cilët mund të bëhen nga pala kundërshtar, sepse në shumicën e rasteve sigurimi pa disë jepet për të mbrojtur pronën e një qytetarit dhe për mendimin tim, në ka gjyqtarë të cilët për mendimin tim janë kriminal nuk japin sigurim pa dije. Edhe them me bindje të plot dhe nuk heq fjalën kriminal, nuk heq fare nga fjalori im. Dhe qytetari që ka një problem do të thotë që diçka e ka të rrezikshëm. Dhe gjyqësori do të shkojë aty në atë moment dhe thotë, "Okej, unë nuk pyes se po favorizoj njërin apo tjetrën palë, po sekuestroj pronën që mos ketë mundësi një abuzues, një hajdut ta shes." Ndërsa gjyqtarët rrezojnë sigurimet e padisë. I rrezojnë në mënyrë të paimagjinueshme. Gjykata e apelit, po njësoj në të njëjtën situatë jemi. Gjykata e lartë, po njësoj në të njëjtën situatë jemi. Gjykata kushtetuese, po njësoj në të njëjtën situatë jemi. O ta heqi ligjvend sinenin 202 e vijus të kodit të procedurës civile dhe asajt administrative, që mos të ekzistoj fare si term sigurim pa dije, se sa qytetarët thënë e ka fajin shteti, e ka njëri dhe tjetri. Por gjyqtarët në shumicën e rasteve më sjellin një statistika dhe ju them e keni 95% që nuk mbrojnë qytetarët nga abuzimi si nga ana e shtetit ashtu dhe ana e palës kundërshtare. Dhe kur është rasti kërkojnë që të japi dhe pala tjetër të japi garanci. Jo zotëri, ti duhet të shikosh mbi aktet se çfarë po ndodh tek një ngjarje konkrete dhe rast pas rasti. Jo duke abuzuar, është sigurimi pa disë të civilja nuk jep, ndërsa tjetrin e kalb në burg në rast se dënimi është 1 vit. E kupton në cilën situatë jemi. Prandaj qytetari ka të drejtë dhe unë përfaqësova për aq sa kisha mundësi interesin tuaj, por duhet të keni kujdes se kur bën një proces për sigurim pa dije dhe nuk jepet, ju mund të aplikoni përsëri. Po për mendimin tim është ajo që ju thash më përpara që gjyqtarët tanë nuk kryen detyrën e tyre ashtu siç duhet. Dhe nuk japin sigurim pa dije. Dhe kur e japin në mënyrë abuzive. Dhe prandaj ndodh rasti i vrasjes së gjyqtarit, i terrorit në për vendin tonë,
që janë të rrezikshme për zhvillimin e demokracisë. Në qartë. Faleminderit avokat për përgjigjen, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Jeni drejt për drejt, ju lutem bëjni pyetjen avokatit. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje, avokat. Përshëndetje. Bëjt fjalë për një pasuri trashëgimore nga familja, nga prindërit. Okej. Prej 7 vjetës, që nga viti 53 dhe deri më sot. Kjo pasuri tani është prishur objekti vjetër i prindërve dhe është bërë një ndërtim i ri. Nga një nga pjesëtarët, nga trashëgimtarët e kësaj familje, nga prindërit. Dhe ky trashëgimtar e ka hedhur në emër të gocës, e ka legalizuar. Legalizimi me shtëpinë e vjetër ka një diferencë, po e ka legalizuar, ai quhet pronar. Do të më saktësoni, si është bërë pronar, pra vetëm me legalizim? Shtëpinë e vjetër, të lutem, e ka prishur shtëpinë e vjetër të trashëguar. Po, pra ju keni përfitim nga trualli. Shtëpinë e vjetër. Dhe ka bërë një ndërtim të ri pa lejen tonë. Po ju jeni përfitues të truallit. Zonjë, na dëgjoj vetëm nga telefoni, të lutem, jo nëpërmjet televizorit. Legalizimit? Jo, një sekond tani, ta ndajmë trualli dhe ndërtesa, kanë diferencë. Ai ka bërë legalizim të ndërtesës së re. Të ndërtesës së re ka bërë legalizim, as bëhet fjalë të trualli në rast se jeni bashkëpronar edhe nuk keni problem. Pra, do të thotë që ju do të bëni kërkesë për pjesëtim pasurie vetëm të truallit, se tek objekti i ndërtesës në rast se ai e ka bërë në kundërshtim me ligjin, duhet të shikoni si ka qenë kundërshtim me ligjin edhe ka është pajisur me leje legalizimi dhe certifikat, ndërsa tek pjesa që keni tek oborri që në përdorim ose trualli çfarë keni aty. Një kontratë falso e ka bërë. Do shkoni në gjykatë dhe të bëni kërkesë për pavlefshmëri kontrate të civilja. Pastaj mund të shkoni edhe në prokurori në rast se ekziston nënshkrimit të falsifikuar, thjesht të konstatohet falsiteti i nënshkrimeve dhe në fund fare të veproni me proces civil. Po mos harroni një fakt që kur të hapni procesin penal, duhet të hapni edhe procesin civil që t'i kapni shpejt afatet që mos të marroj procesi penal edhe pastaj kur të filloni ju me civilin do kenë kalu disa vite edhe mos them disa shekuj. Faleminderit avokat për përgjigjen, faleminderit e zonjës për telefonatën, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po zotri. Përshëndetje ju për misionin. Faleminderit. Kam një pyetje për avokatin. Po. Kam një tokë marrë me ligjin 7501. Okej. Po. Edhe e kam në akt pronësie. Po. Një firma që po bën atë Berat Balaban, ka edhe gure ka mbushë plot me gurë. Edhe vajtë atë arësheja, thotë zëmë qefrikatët, nuk e njojmë akt pronësin. Akti pronësi nuk njihet, duhet certifikat. Akti pronësisë është një akt administrativ i cili detyron personin mbajtësin e tij të shkojë ta regjistroje tek institucioni kadastrës, të bëjë regjistrimin fillestar të pronës, të bëj aktin topografik që është ku ndodhet prona të gjitha këto, të shkoj të regjistroj ashtu si që përcakton vetë ligji tek rubrika e kadastrës në i-Albania, që nënkupton regjistrimit të një akti, të një vendimi administrativ ose të një akti administrativ ose të një vendimi gjyqësor, të bëni pagesën, të citoni në kërkesën aty numrin e pasurisë sipas asaj që ju keni bërë me topografin me radhë, dhe pastaj do t'ju vi një përgjigje, do të thotë në rast se prona juaj është drejt dhënies së certifikatës së pronësisë, ose në rast se nuk është, do t'ju thotë në rast se nuk është bërë azhërnimi. Dhe pasi të merrni certifikatën, ju bëni pronar të pronës. Por në këto kushte, ju thjesht keni një akt administrativ që duhet ta përdorni për regjistrim, dhe ajo nuk ju bën pronar. E qartë, mirë. Për çdo qytetar që ka një akt të tillë, duhet të bëjë regjistrimin pranë kadastrës së zonës ku ndodhet prona. Në rast se nuk e bëni, mbajini aktin edhe bërini fresk, sepse duhet të veproni sa më shpejt.
E qartë. Mirë, nuk e dini se kemi kohë të marrim tjetër telefonat, apo duhet ta mbyllim? Regjia më njoftoi. E mbyllim. Okej, faleminderit shumë avokat, ishte shumë kënaqësi si gjithmonë biseda me ju, jeni shumë i qartë, shumë shtërues në argumentat tuaj. Faleminderit për kontributin më qytetarët në studio dhe më shumë jashtë studios. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak do të jemi me Marcel Rupin, i cili sot nuk ka argument dhe justifikim. S'ka Shqipër jashta, duhet marrë njerëzit. Publicitet.